kur po hapin dyert të qendrat e edukimit për fëmijët. Qerdhja e re nuk është vetëm hap përpara në zhvillimin e shoqërisë, por njëkohësisht tregues i fuqishëm që fëmia është kryefjala e politikave publike dhe veprimeve konkrete tona të përbashkëta. Kur veprimet realizohen në koordinim me partnerët tonë evropian, ndikimi i tyre është më i fuqishëm dhe më i qëndrueshëm. Që nga fillimi i mandatit në vitin 2021 në komunën e Skënderajt, si Ministria e Arsimit, kemi ndërmarrë investime për të përmirësuar infrastrukturën arsimore dhe për të plotësuar atë me pajisje plotësuese, si në qerdhe, ashtu edhe në shkolla. Jemi kujdesur që të mbulojmë sipas kërkesave dhe nevojave të komunës, një pjesë të komunës, natyrisht duke marrë parasysh nevojat e raportuara, nga Prekazi në Qires, nga Runiku në Polac, deri në Rezall e në Abri, kemi punuar për të ofruar kushte cilësore për të gjithë fëmijët tonë. Çdo vizitë në Skënderaj zgjon mendime dhe emocione të veçanta. Çdo herë që jemi këtu, natyrshëm rikthehet e kaluara, jo aq e largët kur pavarësia ishte ëndër, ndërkaq lufta çlirimtare vazhdonte. Ishin pikërisht trimat e paepur të këtij vendi ata që nuk kursyen as veten e as familjen e tyre për lirinë që e gëzojmë sot. Tiparet e theksuara të heroizmit stoik e vetmohues të jasharëve, në krye me kryekomandantin Adem Jashari, por edhe me mësuesin Basen Shaban, lartësohen çdo vit më shumë, teksa idealin e tyre jetësojmë çdo ditë me punë e dashuri për vendin tonë, posaçërisht për arsimin. Është kjo historia që duhet kujtuar e treguar në vazhdimsi për frymëzim dhe për inkurajim brez pas brezi. Si qeveri kemi pasur në krye të qëllimeve tona për mirësimin e jetës së qytetarëve në shumë plane. Orientimi i drejtë i zhvillimit shoqëror është sipërmarrje madhore me edukimin të gërshetuar në secilën etapë. Ajo është pjesë e pandashme e përditshmërisë duke u nisur nga prindrit apo kujdestarët e duke vazhduar me mësues, këshillues apo mentor më vonë në jetë. E ne të vetëdijshëm për rëndësinë thelbësore të edukimit në familjen e hershme, e kemi vënë atë në krye të strategjisë së re të arsimit. Këtë e bazuam në praktikat botërore në vendet e zhvilluara si në rezultatet të studimeve empirike që tregojnë që sa më herët që nis edukimi për fëmijët, aq më mirë formohet individi më pas. E vazhduam me miratimin në kuvent të ligjit të ri për edukimin në familjen e hershme, një ndër sukseset më të spikatura të Ministrisë së Arsimit në kryeministrin Nagovsi. Këtë vit po shtrihet në qerdhe edhe plan programi apo kurrikula e re për edukimin në familjen e hershme, e cila sapo e ka përmbyllur me sukses pilotimin. E ky dokument synon të ngrejë një bazë të fortë për fëmijë në mënyrë që mes tjerash të krijohen edhe mendimtar kritik, të denjë për qytetari globale, për sfidat e tanishme e të ardhshme në botë. Kjo është shoqëria të cilën po e ndërtojmë ne dhe ky është angazhimi ynë që na bën bashkë. Në tërësi, investimet tona në komunën Skënderaj gjatë këtij mandati kapin totalin mbi 3.2 milion euro, nga të cilat 2.1 milion euro është shuma e punimeve të finalizuara deri tani, ndërkaq rreth 66.000 euro inventar nga Ministria e Arsimit janë vetëm fillimi i mbështetjes sonë për këtë folet të re për brezin e ri. E duke pas parasysh ndikimin dhe kompleksitetin e këtij cikli gjatë tërë kohës, kemi bashkërenduar me efikasitet të lartë veprimet me partnerë donator si UNICEF-i dhe Banka Botërore dhe natyrisht me partneritetin tonë të ngushtë me Bashkimin Evropian. I nderuari ambasador Orav, më vjen mirë që jemi bashkë sot në hapje të qerdhës së re në Skënderaj. Respekti dhe mirënjohja janë të ndërsjella dhe bashkëpunimi ynë vazhdon me ritëm të pandalur, një dinamik të cilën synojmë që ta shtojmë edhe në mandatin e ardhshëm. This kindergarten is more than just a building. It's a symbol of progress, partnership and hope for the future. The European Union
has a strong and lasting commitment in building essential public infrastructure in Kosovo.